Kushti i parë i një zemre që lëviz si duhet ka Allahu te bareke ve teala dhe i përgjigjet si duhet dinamikës së Ramazanit është të jetë një zemër e zgjuar. Jo e përgjumur, jo e hutuar, jo e mbuluar nga pluhuri i nefsit, po një zemër që është e zgjuar, e këndellur edhe e kupton situatën, e din çka po i thuhet, e din çka po e pret, e din ku po hin. E po njëri që është përgjumshëm, apo nga ti ke mundësi i thush një lajm të mirë se ana ai e merr vesh, se merr vesh, apo kur zgjohet, çka ka ndodhur, po a tregova, ja, nuk ka duk kundër atë. Nuk ka duk si të tjetër, se i përgjumur s'ka njëjtë. E lër me të jetë gjumë. Andaj mund të si hoxhallar, dietar apo po nëse zemra është e gatshme të dëgjojë e gjallë, don ti marr të gjërat të përgjumurve apo ose aty që janë gjumë, do të mos forim zgju pastaj të flasim atë. Për këtë arsye Allahu te bartale kur ka folur për Kur'anin, edhe kush përfiton nga Kur'ani, i ka përmend 3 elemente. I parë është ka thonë limen kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Don ai që përfiton nga Kur'ani kush? Ai që ka zemër. Mirë, gjithë kemi zemër. Ja, zemër të zgjuar, zemër aktive, të gatshme që ti dëgjon me vëmendje udhëzimet hyjnore. Ne na duhet një zemër e zgjuar. Një zemër e zgjuar. Edhe dietar kanë përmendur shumë sqarime për zemrën e zgjuar, si me zgjuar kështu më radh, nuk du shumë me shetit në këto shpjegime, do të marr vetë disa prej tyre që ti marrim si ndoshta udhëzime praktike dhe referuese për zemrën tonë. Të ndonëse njëri për më zgju nga gjumi i duhet një goditje. Me lëviz, apo zgjohu, duhet me çupi gjumit. Edhe zemrës i duhet një goditje që e zgjon zemrën nga gjumi. Kur zgjohet nga gjumi, fillon me i vrejt gjërat realisht çu janë. Fillon me i pa njerëzit tamam kush është afër kështu më radh. Kur në gjumë nuk e din kush është afër. Prandaj me çka duhet me godit zemrën? Cilat janë forcat goditëse që e zgjojnë zemrën nga gjumi? Që ky agjërues të ketë një zemër të gjallë, të zgjuar nga gjumi, të larguar, të shpëtuar në distancë nga gafleti, nga hutia, nga habia që është smundja e rëndë e zemrës, që i mundson pastaj me kuptu rrethanat që është në to. Kupton që në Ramazan mund. Ka shumë që mund t'i përmend disa pyetje shumë shkurtë të vëzhgojmë.